Hetimet për dyshime rreth manipulimit e votave kanë nisur edhe në komunën e Obiliqit, duke shtuar shqetësimet për mbarvajtjen e procesit të numërimit të votave pas zgjedhjeve parlamentare në Kosovë. Prokuroria themelore në Prishtinë ka bërë të ditur zyrtarisht se ka autorizuar policinë e Kosovës për të ndërmarrë veprime konkrete hetimore lidhur me dyshimet për paregullsi gjatë numërimit të votave të kandidatëve për deputet në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Sipas njoftimit të prokurorisë, bëhet fjalë për dyshime që lidhen me keqpërdorim të detyrës zyrtare, manipulim apo edhe falsifikim të mundshëm të votave gjatë procesit të numërimit. Rasti në fjalë ka të bëjë konkretisht me komunën e Obiliqit, ku me 4 shkurt 2026 në urdhër të prokurorisë, policia e Kosovës ka nisur intervistimin e disa personave të dyshuar. Këta persona dyshohet se kanë qenë të përfshirë në procesin e numërimit të votave dhe mund të kenë kryer veprime që cënojnë integritetin e procesit zgjedhor. Në deklaratën zyrtare thuhet se qëllimi i këtyre veprimeve është grumbullimi dhe sigurimi i provave në mënyrë që të sqarohet plotësisht nëse ka pasur ndërhyrje të paligjshme në rezultatet e votimit për kandidatë të caktuar të subjekteve politike. Hetimet po fokusohen në verifikimin e dokumentacionit zgjedhor, listave të numërimit, si dhe në deklaratat e personave që kanë qenë të pranishëm gjatë procesit. Pas përfundimit të intervistimeve fillestare, personat e dyshuar janë liruar në procedurë të rregullt, që do të thotë se ata do të mbrohen në liri ndërkohë që hetimet vazhdojnë. Prokuroria ka theksuar se rasti është ende në fazë hetimore dhe se do të ndërmerren edhe veprime të tjera. Nëse kjo konsiderohet e nevojshme për zbardhjen e plotë të çështjes, ky zhvillim vjen në një moment kur transparenca dhe besueshmëria e procesit zgjedhor janë në qendër të vëmendjes publike. Çdo dyshim për manipulim votash trajtohet si çështje serioze, pasi prek drejt për drejt vullnetin e qytetarëve dhe legitimitetin e përfaqësuesve të zgjedhur. Autoritetet e drejtësisë kanë bërë thirrje që të shmangen spekulimet, duke theksuar se vetëm përmes hetimeve profesionale dhe mbledhjes së provave mund të arrihet e vërteta. Në fund të procesit hetimor, prokuroria pritet të vendosë nëse do të mbrihen akuza konkrete ndaj ndonjë personi apo nëse rasti do të mbyllet për mungesë provash. Ndërkohë, pritet që hetimet në Obiliq të ndiqen me interes të madh nga publiku dhe subjektet politike, pasi rezultatet e tyre mund të kenë ndikim të rëndësishëm në besimin ndaj procesit zgjedhor dhe institucioneve përgjegjëse për mbrojtjen e tij.